Familja Fidani nga Gostivari vijon për të tretën ditë me radhë nëpërmjet protestave familjare përpara godinës së gjykatës themelore të Gostivarit të kërkojë drejtësi për vrasjen e djalit të tyre, Salajdin Fidani. Kjo familje përmes protestave kërkon të tërheqë vëmendjen e autoriteteve të çojë drejtësinë në vend. Antarët e familjes Fidani nuk pajtojnë që vrasësi i birit të tyre të qëndrojë i lirë dhe për skaj veprës që ka kryer. Ata janë të vendosur që drejtësinë ta kërkojnë deri në fund duke mos përjashtuar as edhe radikalizimin e protestave të tyre apo edhe vendosjen e tendave përpara objektit të gjykatës. 13 vjetë më mund të bëjmë vendimin të që një rëmburg. Për të qa gjohën e deprosetojmë njërë ditën e kur të në japin reshenje për vësil në pja pelit. Mos e provë vendimin e përpara gjigjit thonë dhe rejmë njërë sa të vje vendimi. Këto di vendim shatarët vazhojmë rrugën. E në gjikatëve s'mahen gjyqë. Bëkojtojmë e në ne me ata. Familja Fidani dhe avokatët mbrojtës thonë se përmes dëshmive kanë dëshmuar shumë herë për fajësinë e vrasësit të birit të tyre, por se procesi kundër tyre është një proces i montuar. Mas asaj që nodhi ajo që situata jonë mësu bezdisi shumë, nodhi e një sluçaj tjetër në ke lokali jem nga të lokalit djalit mingjës atë. Atë boni e njënit i ram thek para të lokalit im tupe i kafe, ke pizzeria, e në atë e boni një ekses. I tretë ekses me qënë se ishte para Rafmet Lut, që jo bo për Rafmet, i pari ekses e vrau Macedonin me qire. Ka qënë 16 vjeqarë, kër ne punën letën në këjësi. E në atë erat njeri e lishon. E qonë burë, e lishon. Që që punot për atë person, sa nesër mund vrasë edhe një tjetër. Nesër mund bu ekses tjetër. Ne ma te për e kimi që ato në qëfëse morin merka, merë, qëfëse s'morin atë djetë që i mundën e s'ka, e që kësho vla. Salajdin Fidani nga fshati Balindolli i Gostivarit në vitin 2002 u qëllua për vdekje përbar lokalit familjar në Gostivar. Ndaj tij qëlloi me thik një banor i fshatit Banjic, i cili pas disa viteve burg u latë mbrohet në liri. Me këtë vendim të organeve gjyqësore nuk u pajtua familja e djalit të vrarë dhe që nga ajo kohë ende nuk ka një vendim përfundimtar për këtë rast.